Devolli mposhti Maliqin me rezultatin 3-2 në derbin e Juglindjes që rezultoi si një test miqësor mes dy skuadrave fqinje. Duket se komoditeti në renditje bëri që të dy ekipet të shfaqeshin pa presionin e rezultatit në fushën e lojës, teksa mungoi grinta që i ka karakterizuar në përgjithësi ndeshje derbi. Maliqarët kaluan të parët në avantazh me Demollarin që përfitoi nga një gabim në mbrojtje i vendasve duke përshëndetur rjetën e portierit Medolli. Avantazhi i bardhekuqve zgjati 14 minuta ku në minutën e 41 Toplari do të realizonte një gol mjaft të bukur me një goditje potente në hyrje të zonës. Pjesa e parë përfundoi me rezultatin 1-1. Në fragmentin e dytë të lojës u shënuan edhe 3 gola të tjerë. Fillimisht ishte Kaplani ku pas një arkimi nga Kendi goditi sakt me kokë për 2-1. Ndërkohë në minutën e 88 Zaka do të baraspeshonte përkohësisht shifrat pas një kundërsulmi të bukur të miqve. Shumë shpejt ka ardhur dhe reagimi i Devollit ku menjëherë pas nisjes së topit nga qendra realizoi me Ivanin për 3-2. Me këtë triumf skuadra e trajnerit Meraku do të tentojë të ruajë vendin e tretë për një ecuri më të favorshme në play-off, ndërkohë që Maliqi kërkon mesin e artë të renditjes.